Në një atmosferë të tensionuar politike, Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish të konstituohet. Për të 17-ën herë që nga zgjedhjet e 9 shkurtit, mungesa e konsensusit dhe refuzimi për bashkëpunim mes partive e kanë lënë vendin pa krye parlamentar dhe pa mundësi për formim të qeverisë. Seanca e sotme e drejtuar nga kryesuesi Avni Dehari i Lëvizjes Vetëvendosje, nisi me një thirrje për konsultime ndërpartiake. Sipas Deharit, synimi ishte që seancat e ardhshme të zhvillohen një herë në javë dhe jo çdo 48 orë siç parashikon rregulloria. Propozimi u mbështet edhe nga deputetja e LVV-s, Mimoza Kusari Lila, e cila deklaroi se 48 orëshi nuk po sjell rezultat. Megjithse në sallë ishin të pranishëm 99 nga 120 deputet, procesi u bllokua në të njëjtën pikë si herët e tjera. Mungesa e përfaqësuesve nga partitë opozitare për të vijuar me votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. PDK-LDK-AAK dhe lista serbe refuzuan të japin emra për mbarvajtjen e këtij procesi, çka detyroi Deharin të ndërpresë seancën. Ajo do të rinisë më 19 maj në orën 10:30. Që prej betimit të deputetëve më 19 prill Kuvendi nuk ka arritur të përmbyll procesin e zgjedhjes së kryetarit dhe 5 nënkryetarëve. Në këtë mënyrë edhe formimi i qeverisë së re mbetet i pamundur. Përplasjet janë përqendruar te kandidatura e Albulena Haxhiut nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila nuk ka arritur të marrë shumicën e nevojshme në 6 raunde votimi. Pavarësisht kërkesave të opozitës për një emër alternativ, Lëvizja Vetëvendosje ka refuzuar të tërhiqet duke konsideruar Haxhiun si të vetmen zgjedhje të mundshme. Nga ana tjetër, PDK dhe AAK e kanë quajtur Haxhiun figurë përçarse, ndërsa LDK ka deklaruar se nuk do të mbështesë asnjë kandidat të LVV-s. Çështja është tashmë në duart e gjykatës kushtetuese, ku partitë opozitare kanë dorëzuar kërkesë për pezullimin e seancave, duke kundërshtuar kushtetutshmërinë e votimit të fshehtë për kryeparlamentarin. Në një përpjekje për të ndërmjetësuar, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani zhvilloi një takim me liderët e partive më 16 maj, por pa rezultat konkret. Sipas saj u vure vetëm një disponim minimal për të gjetur zgjidhje. Për momentin rruga për zhbllokimin e krizës mbetet e paqartë, ndërsa qytetarët presin prej muajsh rikthimin e funksionimit normal të institucioneve të vendit.